Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku si çdo ditë dhe ditën e sotme do të jemi rreth një orë në transmetim dhe redaksia e emisionit Pa Gjurmë do sjellë një histori të trisht, një babai i cili vjen nga Elbasani dhe quhet Nexhimi Hamzallari, 38 vjeç, i cili fatkeqësisht ka zënë karriken me rrota, ndodh një karrike me rrota, ndodhet me mua në studio, ka 2 vite që është braktisur nga bashortja dhe sot i vetëm me ndihmën e familjes së tij, prindërve, vëllezërve, po lufton për t'ia dalë. Ky 38 vjeçar ka mbërritur në studion time me karriken e tij, shoqëruar nga i vllai dhe menjëherë dua ta përshëndes. Nexhimi, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Unë uroj dhe shpresoj shërim të shpejt dhe uroj që një ditë të ngrihesh nga karrike me rrota. Faleminderit. Jam prekur shumë kur më the në telefon që edhe bashortja më braktisi kur Po. Në momentin që përfundova në karroca, edhe bashortja u largu, erdha unë, ajo jeton në Greqi me fëmijët, kurse mua më tha ikë në Shqipëri, erdha në Shqipëri. Jeni baba i 2 fëmijëve? I 2 fëmijëve. Sa vjeç janë fëmijët? Gotën 11, çunin 8. Ke kontakte me fëmijët? Me fëmijët po. Plasma. Dhe shkaku i ndarjes ishte pse ti u smura? Se unë u smura nuk mundesh që të më mante do të mau, po thoshte që nuk ka mundësi që të maj dot. Edhe ato do jetoj me kalamajta. Unë nuk asnjëherë nuk i kam folë keq se fundit është nëna fëmijëve të mi. Aso nuk mundet, por nuk ishte e mirë, nuk ishte. Kështu e zgjoti, kështu vazhdoi. Ne do jemi bashkë sot në studio. Ju do më rrëfeni problematikën tuaj, sa kohë u bët që ndodheni të karrike me rrota, çfarë ndodhi, nga se jeni diagnostikuar, kurimi që keni bërë dhe me shpresën që sot të jetë një këmbë mbar, le të themi, për ju, hyrja në këtë studio për të ndihmuar. Por i dashur Nexhimi, ju e dini që Pa Gjurmë merret dhe me njerëz të humbur. Po. Përpos shumë rasteve të tjera të dhimbshme, siç është historia juaj, ne kemi dhe fokusin më të madh te njerëzit e humbur dhe besoj na ke ndjekur. Ju kam ndjekur patjetër. Sepse dua të përcjell sot një lajm të mirë për një adoleshent që e kemi trajtuar vetëm përpara 24 orëve në studion e emisionit Pa Gjurmë, bëhet fjalë për Angelo Abedini, dashur miq, ku 2 prindrit e tij, Endri, babai dhe Elmelina, nëna e tij, ishin me mua në studio dhe treguan humbjen e djalit të tyre, se si Angelo u largua nga banesa dhe humbi çdo kontakti me familjen që prej datës 16 shkurt të këtij viti. Dhe pse familjarët dyshonin se ai mund të ndodhej në Durrës, të gjitha informacionet erdhën nga Durrësi, por mbi të gjitha një foto e dhënë përpara 24 orëve në këtë studio vërtetoi dhe gjurmët e fundit të Angelos që ishin nga qyteti i Durrësit, ku nëna dhe babai e pan atë foto dhe thanë që është djali. Për gjithë ata që nuk na kanë ndjekur, unë dua të prezantoj një kronikë që ne kemi përgatitur momentin që 2 prindrit kanë qenë në studio dhe e pranuan dhe pohuan që ishte djali i tyre dhe përcollën një mesazh prekës si babai dhe nëna të birit që nëse ai do t'i dëgjonte, ai të kthehej në familje sepse të gjithë e prisnin krah hapur. Ndjekim të material dhe rikthehemi. Endri Abedini dhe Elmelina Mustafa nga Korça u bën pjesë e emisionit ku denoncuan humbjen e djalit të tyre 17 vjeçar, i cili prej disa javësh është larguar nga shtëpia. 17 vjeçari Angelo Abedini është larguar nga shtëpia me 16 shkurt të 2026-s dhe që për asaj dite familja nuk ka asnjë informacion për vendodhjen e tij. Pas transmetimit të rastit, informacione të shumta mbërriten nga qyteti i Durrësit, të cilët pretendojnë se e kanë parë të riun në qytet me një bashkëmoshatar tjetër. Dashur Elmelina dhe Endri, informacionet janë për në qytetin e Durrësit. Edhe kur nuk kemi qenë në emision, edhe në telefonatat private që kemi pasur, për herë kemi treguar që informacionet vinë nga qyteti i Durrësit. Ne arritëm të gjejmë një foto. Një foto që një qytetar, po nga qyteti i Durrësit, që e falenderoj nga zemra, ka dalë enkas në vendin ku ai e shikonte me orë të tëra për t'i shkrepur një foto dhe për ta dërguar në studion e emisionit Pa Gjurmë. Që do kthehemi bashkë nga monitori dhe regjia do na ndihmojë me ato foto për ta parë ju. Ja. Po, ai është. Po. Ja. Ai është. Djali juaj. Po. Ai është. Prindërve ju vu në dispozicion dhe një fotografi mbërritur në redaksi, të cilët ata e konfirmuan mes emocionesh se ishte djali i tyre. Babai mes lotëve përcolli një mesazh prekës për të gjithë ata që mund të kenë informacione, duke i lutur që ta ndihmojnë ose të njoftojnë menjëherë policinë. Mi lutem, se e shikon, se
Mbaj një parafë se të lamëroni për një qytetarë. Në një lidhje telefonike nga Durrësi, një dëshmitar bisedoi drejt për drejt me prindërit, duke treguar se e ka parë shpesh djalin në qytet dhe sa i duket në gjendje të mirë shëndetësore. Ai gjithashtu ofrua të ndihmojë familjen duke i ftuar në Durrës për t'i mbështetur në kërkimet për gjetjen e tij. Uroj të jeni mirë se ju jeni prind me thonë drejtë, ju urojmë shpirti, ja kupton, po ai si fëmijë më duket shumë i qetë, nuk është se ka kaluar në diçka që të them që s'është në terezi, ja kupton? Nëse ju si prind vini në Durrës me fjalë unë s'ka. Po, ne do ta bëjmë këtë gjë. Se unë shkoj nesër në Durrës. Po, këtë gjë ne do ta bëjmë që prindit të vinë në Durrës dhe në bashkëpunim policinë në atë zonë që ju na treguat ta gjejmë Anxhelon është shumë e rëndësishme për ta kthyer sa më shpejt në familje. Mes lotëve dhe shqetësimit për fatin e të birit, prindërit e Anxhelos apelojnë për ndihmë nga të gjithë ata që mund të kenë informacione për vendodhjen e djalit të tyre, me shpresën se ai do të rikthehet sërish pranë familjes. Kjo është historia e adoleshentit Angelo Abedini, i cili 17 vjeçari ishte larguar nga banesa në 16 shkurt dhe ndodhej në qytetin e Durrësit, jetonte në qytetin e Durrësit, ndërkohë që familjarët kishin bërë dhe denoncim në policinë e Durrësit dhe sot dua të përcjell lajmin e mirë që Angelo është rikthyer në familje. Policia e Durrësit menjëherë është vendosur, le të themi, në kërkim të tij, ka gjetur gjurmët sipas informacioneve që mbriten në studion e emisionit pa gjurmë, e ka ndaluar 17 vjeçarin dhe e ka dërguar në familje. Po ditën e sotme ne patëm një telefonat me Anxhelon dhe dua ta ndjekim në këtë momente. Adoleshenti tregon dhe arsyet pse ishte larguar nga familja dhe pse nuk kthehej në familje. Që ndjekim këtë telefonat. Anxhelo, përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni? Mirë. O Anxhelo, po ku ke qenë gjithë këtë ditë, mo, që vure gjithë familje në merak? Në Durrës ishte. Në Durrës, po pse nuk e kontaktoje nënën dhe babain? E bëra se gabim. Po mirë, po ku flejte një muaj e ca? Rrugëve. Rrugëve? Po. Por pse flije rrugëve kur kishe shpike, nën, baba, motra? Po. E disa qytetarë nga Durrësi na kanë telefonuar, besoj dhe ty të kanë takuar dhe të kanë thënë që ke dalë tek emisioni. Po, më kanë thënë. Po pse nuk reagoje, kishe frikë? Jo, më zuri policia. Më në fund policia të zuri dhe të ktheu në shtëpi. Po, policia i Durrësit, pastaj erdhi policia e Korçës që më mori. E shikon sa gabime ke bërë Anxhelo, po ti ishe kthyer vetë në shtëpi nuk do ndodhnin këto gjëra. Po. Po me kë jetoje? Na thanë që kishe një shok nga Elbasani. Po. Po mirë, lekët për të ngrënë bukë, ku i gjeje? Punoja pasin. Dhe ku flije? Rrugëve ishte në Shazvane, tamë. Ke fletur jashtë? Po. Po përse e bëre këtë gjë, Anxhelo? Sinqerisht po flas. Pse e bëre këtë gjë? Kur ke shtëpi? Se di se si unë ndjeva. Çfarë do i thuash mamit dhe babit? I kërkova falje. I kërkove falje? Po. Po motrave? I puta, mo. Unë uroj dhe shpresoj, dashur Anxhelo, mos largohesh më nga shtëpia. Po. Dhe uroj që të bësh një djalë i mbar për vete dhe për prindrit. Po. Faleminderit. Ne do japim si lajm që ti e kthyer shëndoshe mirë në shtëpi, sigurisht nuk do të kërkoj më se je mirë dhe je në familje, dhe uroj t'i kthehesh shkollës dhe t'i mbyllesh dhe gjërat që ke me gjykatën aty në Korçë. Po. Po Rodita. Elmelina, je e lumtur? Shumë. Është mirë me shëndet djali. Po, po shëndet shumë. Mua vjen mirë që pati impakt e emisioni, policia reagoi dhe ktheu djalin në shtëpi. Ndihmën e policisë të Durrësit. Si është gjendja e tij? Shumë mirë, shumë mirë. Mirë, më vjen mirë dhe uroj mos ta bëj më këtë gabim. Besoj dhe unë që mos largohet. Mirë, të përshëndes e dashur. Shumë faleminderit për ndihmën që më dhash.
Angelo Abedini më në fund është rikthyer në familjen e tij, është shëndoshë mirë, e dëgjuam zërin e tij, ka kërkuar falje prindërve që s'do gaboj më për t'u larguar nga shtëpia, por edhe prindrit të lumtur, nëna e tij e lumtur që më në fund i biri është kthyer në familje, ishte shëndoshë mirë, nuk ishte probleme dhe urojmë gjithë të mira 17 vjeçarit. Dhe në këtë moment regjia do të heqë fotot e Angelo Abedinit, këtij 17 vjeçarit, këtij adoleshenti, ai nuk është më i humbur, është rikthyer në familje dhe unë dua edhe një herë të përshëndes të gjithë qytetarët e qytetit të Durrësit, të cilët menjëherë kanë reaguar në momentin që ne kërkuam ndihmë, shumë telefonata, shumë qytetarë të cilët janë lidhur me studion e emisionit Pa i Gjurmë, që na vënë dispozicion jo vetëm informacione të sakta për Angelon, por na sollën foto, video dhe lokacionin e saktë ku jetonte Angelo Abedinit, ku më në fund policia shkoi dhe e ndaloi këtë adoleshent dhe e ktheu në familje. Urojmë më të mira familjes Abedini. Jemi rikthyer në studio dashur miq, jemi në këtë pjesë të dytë ku do sjellim në vëmendje historinë e një babai, një 38 vjeçar, i cili fatkeqësisht për shkak të problemeve të tij me shëndetit ka përfunduar një karrike me rrota, braktisur nga bashkëshortja. Para 2 viteve ajo i tha që do të japin fund martesës pasi nuk kujdesej dot më për bashkëshortin e saj, babain e 2 fëmijëve. Ajo ndodhe së bashku me 2 fëmijë në Greqi, ndërsa 38 vjeçari Nexhmiu ka mbërritur në Shqipëri dhe është familja e tij që përkujdeset për shëndetin e tij. Por përpara se të nis këtë intervistë, që do të jetë një intervistë vërtet e dhimbshme edhe nga ana ime për ta pyetur, por dhe nga ana e tij për të rrëfyer momente shumë të vështira që ka kaluar dhe po kalon në jetën e tij. Unë dua fillimisht të prezantoj një kronik, momentin që 38 vjeçari është lidhur me redaksionin e emisionit Pa i Gjurmë dhe ka kërkuar të jetë pjesë e kësaj studio. Ka bërë një denoncim, kështu që e ndjekim të material dhe rikthehemi. Një histori e fortë dhimbje dhe mbijetese. Kjo është historia 38 vjeçarit Nexhmi Hazamllari, i cili sot përballet jo vetëm me një sëmundje të rëndë, por edhe me braktisje nga bashkëshortja në momentin më të vështirë të jetës së tij. Ai tregon se u martua në vitin 2011 përmes një njohje me mbledhëri dhe për vite me radhë jetoi një martesë të lumtur. Fillimisht jetoni në Shqipëri me një jetë të qetë dhe të zakonshme, ndërsa më pas vendosen të shpërguleshin në Greqi për një të ardhme më të mirë. Sipas tij gjithçka shkonte mirë deri në momentin kur jeta mori një kthesë të papritur. Pas lindjes së vajzës, Nexhmiu diagnostikua me sklerozë multiple, një sëmundje që gradualisht ja vështirësoi jetën, deri në atë pikë sa sot ai lëviz me karrike me rrota. Ajo që e ka lënduar më shumë sipas tij nuk është vetëm sëmundja, por reagimi i bashkëshortes. Ai rrëfen se në vend që të mbështeste, ajo zgjodhi të largohej nga jeta e tij. Që nga ai moment jeta e tij ndryshoi rrënjësisht. Ai u detyrua të ndajë nga fëmijët, të cilët, siç thotë, sa herë e takojnë shpërthejnë në lot. Sot Nexhmiu jeton me nënën e tij, e cila edhe pse me probleme shëndetësore dhe e operuar nga zemra, është mbështetja e vetme që ka. Megjithatë, mes vështirësive dhe zhgënjimeve, ai nuk e ka humbur shpresën. Ka ndjekur trajtime të ndryshme dhe së fundi ka marrë një lajm inkurajues nga mjekët në Turqi, të cilët i kanë dhënë shpresë që mund të rikthehet sërish në këmbë përmes trajtimeve me qeliza staminale. Por kjo shpresë ka një kosto shumë të lartë. Vetëm 2 seanca të këtij trajtimi kushtojnë 35.000 euro, ndërsa për të pasur një përmirësim të dukshëm, atij nevojiten edhe 2 seanca të tjera. Sot përballë vështirësive ekonomike dhe shëndetësore, Nexhmiu bën apel për ndihmë nga të gjithë ata që kanë mundësi ta mbështesin, me besimin se një ditë mund të ngrihet sërish në këmbë dhe të rifitojë një pjesë të jetës që i është mohuar. E dëgjuam edhe historinë i dashur Nexhmi dhe dua të pyes. Sot jeni 38 vjeç, jeni martuar para shumë vitesh besoj. Para 15 vitesh, 2011. Në vitin 2011 njohe nënën e 2 fëmijëve. Ka qenë një njohje me dashuri apo mbledhëri? Jo, mbledhëri. Si ka qenë martesa juaj? Ka jetuar shumë mirë, u martuam në 2011, në 2014 na erdhi në jetë goca. Të gëzuar se 2 prindër të rinë. Në ato kohë jetonit në Shqipëri? Jetosim këtu në Shqipëri, po. Po? Jetosim në Shqipëri, erdhi goca, ishim shumë mirë, vazhdosim jetën normale. Unë sëmundjen e kemi kuptuar mas lindjes gocës. Pasi erdhi në jetë vajza, po? Pasi erdhi në jetë vajza, kisha probleme, po mundesha punoja, jetoja, isha mirë. Vazhdum, në 2018 më shënda dhe babi nga jeta. Ngushëllime. Faleminderit. Dhe po atë vit më ka ardhur një jetë edhe djali. Dhe u bot prindër të 2 fëmijëve. Të 2 fëmijëve. Dhe ka qenë një martesë e lumtur. E lumtur, shumë mirë, shkosim shumë mirë. Momentin ikëm në Greqi pastaj, mbas vdekjes babit,
U detyruam se nuk ishim, nuk mundeshim këtu. U detyruam ikëm të dy në Greqi, morëm edhe... Bëhet fjalë për vitin 2018, pra jeni nisur drejt Jo, shtetit në grek. 2018 është nda babi nga jeta, jemi nisë në 2022 drejt shtetit grek. Po, disa vite më pas. Po, disa vite më pas, unë nisëm në Greqi, u bë ish bashkësortja me dokumenta, kurse unë nuk isha. Deri para 2 vitesh, më tha i vite gjys, ta bashkësortja që nuk mundëm, do kam fëmit, nuk në maj do të të në maj familjarët e tuj. Ato detyrova u ktheva në Shqipëri. Ka qenë e rëndë nga jote kur ajo? Jashtë zakonisht shumë. Që të rritën 2 fëmijë në këtë moshë, të rritesh larg fëmijëve shumë e rëndë, shumë e vështirë. Ishte kohë që le të themi sëmundja juaj u përkeqësua. U përkeqësua patjetër. Në Greqi. Po. Ju zut karikën me rrota në Greqi? Po, aty afër drejt. Pra nuk ishe jaftë as të punoje më, as të kujdeseshe as për veten tënde. As për veten time. Sa do kisha mamin që më ndihmonte aty, sa jo më shërben edhe tani këtu në Shqipëri. Kisha mamën, po këto më tha, nuk mundëm të mbajmë familjarët e tuj, të mbaj nëna jote, vlla jote. Unë besoj që dhe nga ana e saj ka qenë një vendim goxha i vështirë për t'i dhënë fund kësaj martese. Pa e paragjykuar nënën e fëmijëve, ajo mori një vendim të ndahej nga ju për shkak të sëmundjes se nuk mundej dot të kujdesej për ty. Kujdesesh për mua. Por këtë gjë ta ka thënë keni qenë të dy vetëm. Të dy. Çfarë i the kur të thaj që largohu? I thash nuk doja, largohu. Ikti nga shtëpia, iku pastaj. Ikti nga shtëpia që të rri me fëmijët. Edhe u detyrova erdha në Shqipëri. Edhe nga atëherë ishte një ndarje që pati një mirëkuptim nga ana e saj dhe juaj apo? Jo, absolutisht nga mua jo. Kështu e vendosi. Jo, patët një mirëkuptim me njëri tjetrin, le të themi, apo që do ndaj? Pati konflikte pas ndarjes? Jo, nuk pati konflikte. Kjo ishte unë erdha në Shqipëri, nuk u ndava, më hapi proces gjyqësor. Edhe pse e vuajte ndarjen, ti e mirëkuptove dhe u ktheve në Shqipëri? Po, u ktheva në Shqipëri, po. Por fëmijët? U ktheva se fëmijët edhe sot janë me lodë në sy. Si e pritën momenti kur i the babi do largohet? Shumë vështirë. Edhe unë kam foto, kam video të fëmijëve që momentin që kam ikë për Shqipëri me lodë në sy edhe sot, o dita me lodë në sy. Isha tani afër që isha atje edhe... Shkoni viziton? Shkoj vizitoj, po kisha 5 muaj nuk kisha vajt. Vajta e ditë, në qopi vlaj, sa vlaj më kam nëjnë mrapë. Prana i që kujdes. Nga 2018 që është ndaj, matë nga jeta, tim vlaj kam pas kronë e djatë. A i të ka shëgjuar edhe sot? A i. Në ambientet e Report TV, dhe sinqerisht e falenderoj që është pranë teje dhe është mbështetja jote më e madhe, sigurisht është vlaj, është gjaku juaj. Takove fëmijës, si reaguam kur i takove për... Vetëm shikoshin edhe me lotë në sy ishin të dy. Edhe sot të kësaj dite janë përsëri të mërzitur me lotë në sy. Por ish bashortja, le të themi, e takove? Jo, se di. Kontaktet janë zero? Zero. Vetëm me fëmijë që flas, kam komunikim, kurse me ish bashortën jo. Zero. Le të themi, ajo nuk të pyeta as si je me shëndet? Jo, absolutisht. Mendova që ishin ndarë me mirëkuptim, ajo mori një vendim të vështirë, ti detyruar ta pranoje se s'kishe çfarë bëje, por për hir të fëmijëve edhe mund të komunikonit me njëri tjetrin. Ajo me ty ka ndarë gjithçka, se të pyesi si je me shëndet. 15 vite, jo, fare. Edhe unë asnjëherë nuk i kam thënë, atë nuk them se edhe kur u ndavëm këto thashë fëmijët e mi do jetojnë me nanën. Jo se unë nuk mundesh, apo familja ime, unë nuk mundesh, nuk mundem për veten time. Po them që se prindi për fëmijë normale. Se kur vjen momenti atë të gjakun që ke këtu, për ato do japësh. Për ato 2 fëmijë. Ti nuk e marr asnjë rregullimi ta telefonosh? Jo, isha ke fëmijë, po s'dona atë. Nuk do të ketë kontakte me ty? Jo. Gjithsesi fëmijët janë ata që të dhurojnë më shumë dashuri të shtojnë jetën. Vërtet. Dhe më vjen mirë që të pak të kontaktit i ke të rregullta me fëmijët. Të rregullta, me fëmijët i kam të rregullta. Divorci ndodhi, ka ndodhur? Po, i vite gjys, po. Që jeni divorcuar dhe ligjërisht? Divorcuar, po, dhe ligjërisht. Ka, i vite gjys, tamam, i vite gjys fiksë. Dhe nga momenti që u riktheve në Shqipëri, jeta juaj si ka qenë këtu i vetëm, me nënën që kujdeset 24 orë për ty? 24 orë, po. Vllai, si thash, vllai vogël, që ka qenë nga... Ju jetoni në qytetin e Elbasanit? Në Katun të Rinj, gjitur në Elbasanit. Po.
Edhe vllaja dhe nana, këto kam. S'kam njëri tjetër. Si është një ditë e jotja, Nexhmi? I ditë ime ka qenë shumë e vështirë. Kur them jashtëzakonisht shumë e vështirë, se nuk mundesh, kur nuk mundesh të shërbesh dot për veten tënde, je i padobishëm për asnjë. E vështirë për të pranuar faktin që u ulen atë karrike. Të vështirë, nuk e imagjinoja veten time që të bija. Se imagjinoja asherë, por shumë e vështirë. Unë mamin e kam smurë me është bë operaciona zemra, ka gati 20 ca vite dhe ka vënë valv, edhe mundohet, qalë, dhe është moshare. E patëm i muje gjysë tani, vajte gati i muje gjysë spital, nga zemra është bloku valva tjetër edhe. Prandaj them që kur të binë halët, nuk të bini mi, po të bëhen 1.001. Le themi, ngrihesh në mëngjes dhe pret që dikush të vitë të ndihmoj. Po tani nga qeliza staminale, tani mundet... Nga trajtimet që ke bërë... Nga trajtimet që kam bërë, mundet që të shërbe vetë për vetë. Se gjendja juaj ka qenë më e rëndë? Po, më rëndë, po. Kur themi më e rëndë? Më rrishin kamat drejtë në kursimin, nuk e thyja do të që ti maja do të në karrocë, apo ti maja kamat këshu hapë. Në këtë lloj pozicioni? Jo, absolutisht. Edhe duart? Po. Falë trajtimeve që ke bërë me qeliza staminale, ke marrë lëviz duart, mund të rish në pozicionin ulur, dhe më thej që nëse më mban dikush mund të edhe dhe hap. Mund të ngrihem kam, po. Do të pyes edhe për trajtimin, do më flasësh dhe për sëmundjen, për të na treguar ditën e sotme dhe urojmë dhe shpresojmë që Zoti t'i japi forcë për ta përballuar këtë sëmundje dhe uroj që ditën e sotme kushdo që është duke na ndjekur mund të bëhet mbështetja e Nexhmiut, këtij 38 vjeçari i cili i ka lënë përgjysmë kurime dashumish për shkak të një kostoje sigurisht të lartë që duhet të ketë para për të bërë sërish qeliza staminale, të tjera seanca që mund t'i japi shpresën që ai mund të ngrihet dhe të ecë si dikur. Kushdo mund ta ndihmojë Nexhmiun. Nexhmi, për të qenë transparent, mund të bëjmë publik numrin tënd të telefonit, që kushdo që është duke na ndjekur dhe kërkon të të ndihmojë më një herë të telefonojë ty. Patjetër. Mund ta thuash numrin e telefonit? 068 54 95 767. 767. Dhe regjia do na ndihmojë në këtë momente për të vendosur numrin e këtij 38 vjeçari, numri i Nexhmi Hamzllarit është 068 54 95 767. Pra kushdo që mund ta ndihmojë, mund ta telefonojë vetë Nexhmiun dhe urojmë dhe shpresojmë që ka njerëz plot me zemër të bardhë i quaj unë, që ndihmojnë dhe nëse bëhen shumë veta, të gjithë bashk, ajo shumë që ti kërkon mund të bëhet shumë shpejt që ti të vazhdosh këtë kur dhe mos ta lësh përgjysëm. Mirë, jemi rikthyer sërish bashk live dashumish, ku ditën e sotme po sjellim historinë e dhimbshme të një babai nga Elbasani, pikërisht të Nexhmi Hamzllarit, i cili fatkeqësisht vetëm përpara disa viteve, për shkak të një sëmundje të rëndë, ka zënë karriker me rrota dhe është ndarë dhe nga bashkëshortja. I dashur Nexhmi, nuk dua të plagos shumë me pyetje, thash që në fillim që është një intervistë e vështirë dhe nga ana ime për të pyetur, por nëse ish gruaja do të dëgjonte, që jam e sigurt që mund ta ndjekë emisionin pa gjurmë, duke ditur që s'ke pasur kontakte, nuk të ka hapur telefonin, do dohet i përcjellje sot një mesazh, qoftë në emër të fëmijëve, por të 15 viteve martesë që keni pasur bashkë dhe keni ndarë gjithçka. S'kam të shetem, qële. Unë jam të gujam, zotim lak të gujam, për shopi jetë në vetët e kash. Fëmijët e mi, ato janë që na bashkojnë, ata se i gjatë tjetër. E vetëmja që na bashkojnë janë 2 fëmijët. 2 jetë e jonë, unë kam 2 drita dhe syve të mi, kështu që nuk kam qajtem. 15 vite i hudhi dama ato 15 vite dhe unë nuk kam qajtema. Unë nuk dua të paragjykoj askënd dhe nuk jam askushit paragjykoj njerëzit këtu në të studio, por besoj që njeriu duhet ta duam në të mirë dhe në të keqe dhe përpara se shkojmë në altar është një betim. Unë e kam thënë o drita diku që për mua fjala të dua në të mirë dhe në të keq ka vdek nuk ekziston. Për mua. Se njeriu si theti, kur e bën një betim të duan të mirë dhe në të keq, po i me do të dush edhe kështë. Ose lëre për para, kur është në kam të veta. I dashur Nexhmi,
Sa vjeç ishte kur filluan shenjat e para të sëmundjes dhe ju një diagnostikuar me çfarë sëmundje? Sklerozë të shumë fisht. Sklerozë multiple, po. E shumë fisht e të ndryshe. Po, sa vjeç ke qenë kur filluan shenjat e para? Para 12 vitësh. Ke qenë i ri? I ri, isha në punë, punoja. 26 vjeç? Po, 25. 25? Mund të qenë më herët 24, sa u kurova ca kohë për romatizëm. Se fillimisht si ishin shenjat, dhimbjen? Kisha, nuk e ngrija dot, kamën e të rishja nga erëzvar, kisha probleme, mpirje pak për ja leja punës. Dhe u dyshua në fillim për në një reumatizëm dhe ti po kurohesha? Dhe kurohesha për reumatizëm. Po? Por kur më sjell gjetrameti matë në Tiranë, neurologji, aty u diagnostikova me sklerozë multiple. Dhe le themi filloja beteja? Fillovi, prape kisha, nuk e kisha shumë problem se isha në punë, por nuk doja ta besoja. Më thoshin... Por e more vesh informacioni se çfarë ishte kjo sëmundje dhe... Po, u informove? U informova, por nuk doja dhe njeriu nuk i tregoja, i thoja që i sëmundje nervore dhe kaq. Se shumë njerëz, mos them shumë, po, që nuk e din akoma se çfarë është skleroza multiple. Atë për mua sot gjej rastin që ta them për gjithë që ka shumë që nuk e din. Që ta din kjo është i sëmundje autoimune që prek sistemin nervor. Po prek vetëm brezin e ri 20 deri në 40 vjeç. Edhe shumë njerëz grup moshën që prek. Po, e ngatërrojnë me moshën e tretë. Se tani fillon jo harrej sa aty. E kupton? Po që nuk ka lidhje me... Që nuk ka lidhje me moshën e tretë. Është si smundje që ka moshë brezin e ri 20-40 vjeç. Edhe për këtë doja... Ju, le të themi, u përkeqësua dhe nuk ishit më i aftë për të punuar, momenti që ishe në Greqi dhe u ndave nga gruaja. Karikën me rrota e zut para sa kohësh? Para 2 vjetësh. Para 2 vjetësh. E pa mundur që të ecje, u bllokove. Pa mundur, nuk mundesh. Kush janë trajtimet që ju keni bërë i dashur Nexhmi? Trajtimet tu... Shqipëria nuk ofron shumë për shumë trajtime për këtë lloj sëmundje. Janë disa mjekime në qendër spitalore Gjeçëdouja, po më fal, që sautoja. Që sautoja, po? Edhe janë disa mjekime, disa. Mos them tani 2-3 se kjo më bën që kalosh, dalësh nga vetja, kur i thonë. Por trajtime të cilat nuk sillin asnjë lloj përmirësimi. Asnjë gjë, zero. Edhe këto që kemi neve mund të kemi në spital 3-4 pjesë mjekime, kur në përbot ka 20-30 në Europë apo 50. Unë sot aktualisht nga neurologjia, nga spitali shqiptar marr i Kokër i mjekim që është prodhimi i 1952. Kupton sa? Tu desh të largohesh e jashtë, të trajtohesh me mjek turk, mjekësia turke më e avancuar sigurisht se ne, dhe pikërisht ata të këshilluan qeliza staminale. Motra ime, motra madhe, Alketa Braushaj. Fala sajt, mundet që të përmend njëri tjetër. Po patjetër njerëzit që të kanë qenë pranë dhe të kanë ndihmuar janë për të falenderuar që të gjithë. Jo, plas kështu, ku kam qenë diku tjetër se... Po patjetër, nëse do t'i përshëndesësh shumë. Po, pra patjetër, po them... Se mos t'i përshëndesin njerëzit e mirë që ndihmojnë. Po patjetër, pra po them për këtë thash. Unë isha bëra i mesazh vllajt ke djela shqiptare, ka i mesazh për ty. Ka Ardit Xhebreja dhe Arditi si e njihni, si e njohin gjithë, njëri me zemër të madhe të qosh, u lidh me Alketa Braushajn, që për mua janë vllai dhe motra ime. Më vjen mirë. Edhe Arditi edhe Alketa, Arditi vllai i madh, Alketa Braushaj motra, se ato më mundsovën. Edhe zonjën Alketa e njoh dhe e përshëndes sinqerisht nga zemra që të kanë ndihmuar, por qeliza staminale të ndihmuan shumë. Fal këtyrve, më mori Alketa dhe Arditi më dërgovën, më ndoqën vetë 2 ditë në Turqi. Dhe më tërko pak për qeliza staminale. Ato le të themi bën një përmirësim të jashtëzakonshëm në trupin tënd. Po. Por mjekët kanë thënë që këto qeliza ti do t'i vazhdosh edhe në... Do i vazhdosh se kam edhe 2 seanca për të bërë. Kam bërë 4. Se nuk janë bërë këto 2 seanca? Nuk janë bërë, se kanë ngelu, është në emër tim... Ta themi që s'ke para? Po, në emër tim, që kur kanë fillur mjekimin, është hapi GoFund, llogaria e spitalit aq e kushtonte. Me çfarë emri është GoFundMe? GoFundMe në emrin tënd, Nexhmi Hamzllari, që nëse na e gjen regjia mund ta vendosim edhe GoFundMe të Nexhmiut. Është në emër të çumit xhaje se nuk mund të ta hapësh në Shqipëri, nuk ka. Nuk është e vërtetë, duhet ta hapet jashtë.
Dhe nëpërmjet këtyre shumave, le të themi unë blot që ti të bëje 4 seancat e para, janë dhe 2. Do qëndrojmë të 2 së bashku dhe unë do i bashkojmë zërit tënd sot, mesazheve të tua për të ndihmuar për ta vazhduar misionin për këto 2 seanca të tjera. Mirë, jemi rikthyer në minutat e fundit dashur miq, vazhdoj të jem ende në studio me Nexhmi Hamzllari, të 38 vjeçari i cili po tregon për sëmundjen e tij të rëndë, sklerozë e shumfisht që e ka detyruar përpara 2 viteve të zërë karriken me dhe sot kërkon ndihmë. I dashur Nexhmi, le të themi dhimbje ke sot? Jo, ai shaj sa kisha jo. Po të pyes për sëmundjen që ke në trup, prandaj duam më shumë informacion. Nuk ke dhimbje. Jo, nuk kam dhimbje. Por situata nga qeliza staminale kanë filluar të përmirësojnë shëndetin tënd. Shumë. Nuk i maja dot si u thash kamët kështu, ngurtësimin, dridhjen e kisha shumë ke kamët. Dhe këto janë zhdukur tani. Janë zhdukur, ja. Çfarë kanë thënë mjekët në Turqi? Mjekët kanë thënë që Nexhmi nuk do përdorim karrocën në një mënyrë apo në një tjetër si do ngrihemi në kamp, po këtë nuk do përdorim. Janë fjalët e mjekut. Dhe kjo të ka bërë optimist. Po. Ja zakonisht. Që mund të ngrihesh sërish në këmbë, të hecësh fal qelizave staminale. Staminale, po. Edhe kjo është atë shenjë i dritjes shile për gjithë bashkëkombëtarët e mi. Për gjithë ato që vujnë me këtë sëmundje apo. Fatkeqësisht që mund të jenë diagnostikuar dhe mund të jenë në gjendje akoma më të rënduar se ju. Po. Edhe kjo është i dritje shile për gjithë. Për të pyetur dhe për të patur dhe informacionin, ne nuk e kemi. Një seancë e qelizave staminale sa kushton? Një seancë që ju bëni? 2 seanca se bëhen dyshe. Po. 2 seancat kushtojnë 35.000 euro. 35.000. Edhe një muaj fizioterapi robotike. Që du të bësh pas... Jo, vazhdojnë... To janë fizioterapit që bëni? Fizioterapia robotike, po. Pra, pas i bëjnë qeliza staminale... Paralelisht të dyja. I muj jam Turqi unë që jam, i muj bëj fizioterapi robotike... Dhe qeliza staminale. Edhe 2 seanca, 2 ndërhyrjet me qeliza staminale. Pra, le të themi një seancë e plot që bëhen 2 qeliza staminale të injektuara në trupin tuaj. Këtu është momenti që ju... Po, që unë ngrita me doktorin edhe për këtysim. Kjo është ecja e parë që ke bërë? Po, që jam ngritë në bazë 2 vite gjysë. Në bazë 2 viteve gjysë. Dhe këto është duke bërë fizioterapi robotike, po. Dhe i gjitha kjo, le të themi, 2 seancat e qelizave staminale, rreth 1 muaj, dhe fizioterapin që bëni, kushton 35.000 euro. Dhe ty të kanë ngelur dhe 2 seancat... Edhe 2 seancat e funit. Që i bje diku të 70.000 euro. Jo, 35. 35? Do me thënë 2 seanca që është një paket e gjitha. Një paket e gjitha. Pra ty të mungojnë dhe 35.000 euro që të bësh edhe këto 2 të tjera dhe kjo mund të themi, mund të bëj që ti të ecësh. Që mund të ngrihem kam. Dhe mjekët janë optimist? Optimist, ja ku jam. Ja, i është mjeku që bën ndërhyrjen. Jo, nëse ti nuk lëvizje do duart, ke pasur dridhje këmbe, nuk e cije dot, dhe pami që po shikojmë që me ndihmën e një mjeku po e thapat, kjo është një arritje shumë e madhe, do ta uroj me shpirt që të mblitet ajo shumë parash për ty, që ti të shkosh sërish në Turqi për ta bërë. Faleminderit. Atë i falënderim kam për gjithë shqiptarët. Që të kanë ndihmuar. Që më kanë ndihmuar, vazhdojnë të ndihmojnë. Faleminderit shumë, Zoti i ruaj gjithë, që më kanë mundësuar se fal të madh Zotit dhe gjithë shqiptarët jam këtu ku jam sot. Dhe unë dua të falenderoj të gjithë shqiptarët që janë bërë pjesë e atyre nismave që ju keni nisur nëpër media të tjera. Ky është GoFundMe që është hapur në emrin tuaj, para të cilat uroj dhe shpresoj të mblidhen dhe ju ti shfrytëzoni. I keni shfrytzuar këto para? Këto po, janë bërë 4 seancat. Do me thënë që... Prandaj mungojmë, po. Shuma që është mbledhur aty, 71.000 euro... 70 është bërë... Janë para që ti i ke trequr. I ke trequr dhe janë vendosur në dispozicion. Dhe ky GoFundMe vazhdon të qëndrojë ende hapur. Po, deri në momentin që të plotësohet shuma. Totale, e qartë. Vazhdon të jetë e hapur për të mbledhur para dhe... Pjesa që kanë 2 seancat e funit. E ta uroj me zemër, sinqerisht, që të mblidhen këto para dhe unë i bëj thirrje gjithë shqiptarëve që janë duke na ndjekur në këtë transmetim, kushdo që ka mundësi me shuma modeste për të ndihmuar Nexhmi Hamzllarin. Nëse nuk dini ta përdorni GoFundMe, mund ta telefononi këtë 38 vjeçar në numrin e tij, që regjia do na ndihmojë sërish me titra poshtë. Numri i Nexhmiut është 068 54 95 767. I dashur Nexhmi, falenderoj nga zemra që të pata në studio. Faleminderit ju. Uroj shërim të shpejt. Do mbetemi bashkë në kontakt, mos u dorëzo. Faleminderit. Faleminderit edhe më dhat mundësinë vërtet që
të tregojmë për ato që e vuajnë, edhe të pse mos jeti dritë jeshile për gjithë. E vërtet, dhe kjo studio është hapur për zërin e çdo qytetari. Po, me qënë se mu dha mundësia të gjithëve për t'ju treguar, shikojeni në Çmiun, ja ku e kemi aty në profil, shikojeni si ka qenë edhe si është. Edhe prandaj them, Zoti inshallah është i dritë jeshile, për mua është e sigurt. Amin, Zoti bëftë më të mirën për ty. Mirë, të falenderoj, do qëndrosh aty, më lejo të bëj mbylljen. Vllai është pas kuintave i cili do na ndihmoj që edhe të zbresim nga ambientet ku ndodhemi. Mirë të dashur miq, me historinë e këtij 38 vjeçari ne kemi ardhur në fund edhe përmes ditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndroat me mua deri në fund të programit. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar, mund të lidheni me redaksinë e emisionit Pa Gjurmë, u vazhdimisht jap kontaktet tona, ne kemi 2 numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj dashur miq, por mund të na shkruani dhe në faqen tonë të Facebookut Pa Gjurmë Report TV. Bashkë do i takojmë sërish nesër me një tjetër histori. Miropafshim.